Adriana është shumë e mirë, ja jap dorën, jo dorën, po 2 durët për aktore, mirë po me atë çështje karon në zero. Kur asnjëherë mos e jep veten, dinjitetin, kombin, sidomos dëshmorët për një parti politike ose për një famë ose për çka do qoftë ajo. Me kalu pa ta bëni pyetje sa i përket deklaratave të Adriana Matoshit për familjen Lushtaku e kështu me radhë. Si aktorës e komunitetit të aktorëve, çfarë mendimi ke pas në momentin që ke pa deklaratat e Adrianës? Se as nuk e kam pas në mendje, po thjesht automatikisht të merr në mend deklaratat e saj. As nuk kam dashur me dëgju as me pa. I kam dëgju vetëm çështu si ti që po ma thu. Nuk kam dashur me besu që një aktore, një artiste aq e madhe bjen deri në atë nivel sa që me prej kushtrinë çlirimtare të Kosovës. Fjali, apo edhe njerëz cilët ato e kanë botë lirë për me krye dhe me mri ndoshta famën e vet ku e ka deri nëpër festivalet botës. Ema, pa tash me lënë Adriana është shumë e mirë, ja jap dorën, jo dorën, po 2 durët për aktore, mirë po me atë çështje karon në zero me te pjesa e komunikimit është fjala. Po prap nuk e kam inat. Prap është si aktore. Çka kisha thonë, nëse veç ju bjen më taku ose se besoj që i bjen edhe me pa jemi shoqe në Facebook me Adriana dhe padyshim që do të më i dalë kjo intervistë gjatë kohës që i shpërndaj, çka i kisha thonë për çta? Adrianës edhe gjithë tjerëve i kisha thonë ashtu çka i tham vetës. Kur asnjëherë mos e jep veten, dinjitetin, kombin, sidomos dëshmorët për një parti politike ose për një famë ose për çka do qoftë ajo. Kështu që nuk ka mesazh më të mirë te kjo pjesë, po përfundoj këtë pjesën e politikës e artit e këtyne po e lojna anash.